Doktor, ndonjë shtatzani nuk patëm, por ndonjë dështim apo diçka të tillë keni hasur gjatë procesit? Dështim në çfarë aspekti? Në aspektin që nuk ka funksionuar trajtimi. Po kemi pas varësisht prej moshës, se varësisht na pak a shumë kemi aplikuar njëjtën metodë. Të disa raste otësitet nuk kanë qenë kvalitative, të disa raste otësitet ka pas ma pak, qenë 2 ose 3. Të disa raste kemi pas 16, do thotë kjo është individuale. Kjo mundet me ndodhë edhe që fitojmë qeliza edhe fertilizimin laborator mundet me dështu. Po, ajo që kur po flas për standardet që me të qenë sigurt, nëse të na nuk funksionon si laborator, nuk funksionon si proces, atëherë të secila paciente ka me dështu. Na dështime individuale muj me pas. Po derisa kemi edhe shumicën e rasteve, për çtyne që kemi pas, që gjithçka ka shku në rregull, kemi fituar embrionin shnosha, atëherë e dim që si procedurë, si aparaturë, si staf po funksionon. Po dështimet individuale mujnë me ndodhë, varësisht edhe për gjendjes pacientes. Kemi numër pacientëve që kanë kryer in vitro fertilizime paraprakisht edhe kanë kryer disa prej tyne, duhet me theksu se me çdo in vitro fertilizimin kalumen zvoglohet potenciali me pas sukses në të ardhmen, se çdo cikël të IVF-it regrutohen, faktisht fiton ato qelizat më të mira dhe çdo cikël tjetër më adopta, kështu që rezerva ovariale të femra është e kufizuar. Kështu që nuk kemi rezerva pafundësisht për me pas sukses. Doktor, e gjithë kjo periudhë është një lloj periudhe stresuese edhe për çiftin në fjalë. A ofrohet mbështetje psikologjike gjatë këtyre ditëve? Psikologu na kemi këtu në klinikë, në përgjithësi, jo vetëm për in vitro fertilizim, po edhe kur kemi nevojë të shtatzanat, e kemi bërë si rregull që çiftet me u konsultu me psikologun në çdo rast. Do të thotë si pjesë e procedurës kur edhe nënshkruhen për procedurë edhe për pajtimin që luajnë për mjekim, njëkohësisht e kanë edhe konsultimin e psikologut. Po nuk kemi pas qasi raste që me pas diçka stres jashtë masës, na po mundohemi mu sill sa ma të afërt me pacienta, në përgjithësi besoj që nuk kemi pas deri tash ankesa, pa kënaqësi mundet me pas, pa kënaqësi në atë aspektin që dikush e ka një frustrim, për shembull, se e ka marrë një moshë caktuar në mrekulli nuk muj mu bo, duhet me qenë real tash. Na kemi një shërbim shtetit, unë e kam obligim pacientëve me ju tregu realitetin. Edhe pse ka njerë nështë nuk kem shumë popularizuar për atë arsye, po unë nuk muj me ju tregu pralla, me thonë kështu ashtu, po duhet me ju tregu realitetin. Si onkologu që duhet dikuj mi thonë e ki kancerin, unë e di që ato se bon shumë popularizum të pacientat, po a i ka obligim, do më thonë çdo të lamit mjekësisë na kemi obligim ju tregu pacientëve realitetin, dhe nëse vrejmë që kushtet për suksesin minimale, atëherë duhet me ju tregu të vërtetën. Nëse ka në atë aspekt në një pak kënaqësi, po në përgjithësi besoj që kemi qenë shumë real, shumë fair, edhe njëherë po potencoj që kemi qenë maksimalisht fleksibil sa i përket moshës. Deri në ato që thjesht mund të më ndodhë që disa raste me pas edhe dështime, edhe niveli i përgjithshëm i suksesit me qenë më i ulët, po ato kemi bërë me plot vetdije që jemi të vetëdijshëm që pacientat nuk i kanë pas kushtet për me kry privat, ose i kanë kry edhe nuk kanë pas sukses, po mundohemi me adresu që të grup pacienta në të ardhmen, kur të qetësohet kjo valja, por unë nuk besoj që mosha ma ka me qenë problem se pacientët kanë me në ardhë mosha më të reja.